befasisht si një ndihmë, besoj unë, një ndihmë e çmuar për gjithë ata që s'kan dashur të shikojnë, s'kan dashur të dëgjojnë, s'kan dashur të kuptojnë, nëse duan të shikojnë edhe të dëgjojnë dhe të kuptojnë, tani më e kanë parasysh një shëmbëltyr të të gjithë prallave që kanë dëgjuar dhe kanë dashur të besojnë. Një kontratë patriotike. Janë mbledhur disa patriotë që nuk e dim kush janë, nuk dihet kush janë, sepse nuk janë në fakt, për i vërtetës, edhe kanë grumbulluar $6 milion për të pastruar damkën nga balli i bufit të Knetës, damkën e Shteteve të Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Po pse duheshin këto $6 milion për këtë damkë, nëse kjo damkë ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytzuar vullën e Shteteve të Bashkuara, pse duhej kjo kontratë, pse duheshin këto $6 milion për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do vijej sapo të vinte në pushtet presidenti Donald Trump. Pse duhej kjo kontratë $6 milion e cila është kuekume lebetitshme se kontrata e Lulit Shkret që u bë copash për të justifikuar ato $500,000 fantazm, edhe ai kështu tha, disa patriota disa patriota për atë paratë që ishin të lidhura me Rusinë në atë kohë. Po 500.000, kurse këto janë $6 milion. $6 milion ku pjesë e zjarrit patriotik është edhe sjellja e Latifit në Tiranë për t'i vënë kapelen bufit në kokë. Do me thënë, për të vënë një kapele në kokë që të duket si Trumpi, por versioni më qesharak i mundshëm, Latifi ka marrë pjesën e tij në ato $6 milion. $6 milion që kanë dalë nga barku i Kënetës dhe që synojnë të realizojnë atë që na u tha se ishte tani më një gjë e realizuar. Tani një pyetje, a nuk u mërzite 12 vjet s'ke qatë të bësh më shumë, më mirë mbyllë me faqe të bardhë.